Cila është lidhja e menopauzës me osteoporozën dhe sëmundjet kardiovaskulare dhe çfarë kontrollesh duhet të bëjmë ne në të rësi për këto të dyja, por edhe për aspekte të tjera të shëndetit tonë, të përgjithshëm. Atëherë, estrogeni është një hormon që ndërhyn në shumë mekanizma fiziologjik të trupit tonë. Është një hormon që ne na mbron, themi, nga sëmundjet kardiovaskulare, na mbron nga krijimi i pllakave aterosklerotike, që janë një ndër shkaqet ose faktorët që japin sëmundjet kardiovaskulare. Kështu që për sa kohë ne kemi estrogen në qarkullim, themi jemi më të qeta tek pjesa e sëmundjeve kardiake. Ashtu sikurse estrogeni ka një rol shumë të rëndësishëm edhe në metabolizimin e indit kockor, në metabolizmin e indit kockor, në ekuilibrat e kalciumit, vitaminës D. Në momentin që ky estrogen bie, patjetër që manifestimin do ta japi edhe në këtë sistem, në sistemin kockor, kudo më e shfaqura dhe më e shpeshta është osteoporoza. Por jo vetëm këtu, shikohet që estrogeni është një faktor mbrojtës edhe për sëmundjet neurodegenerative tek gratë. Kështu që ne dimë që një pjesë e sëmundjeve neurodegenerative, të paktën tek gratë, një pjesë të mirë shfaqen në mosha më të avancuara.